3, jo 30, 3, 30, leje 30. Kjo shpesh thujnë, bre, mos t'i shkon Shordhan, ai kishëm një nuve 3 ditë. Me të ndëgju me kim. Po, sigurisht. Ama me agjeru, hoqë, është mirë me agjeru edhe gjatë ton jetës. Po. Në fakt, po t'i referohemi librit Zotit, Kuranit, do të shohim se Zoti plot fuqishëm kalon diçka që është madhështore për njeriu. Nuk I kalon njeriu për shembull të hecë vërdall nëpër tokë, të mos e njeh krijuesin, të mos I njeh obligimet e kështu me radhë. Por ka dashur Zoti plot fuqishëm që të lënë diçka që është e vlefshme për njeriu. Për shembull, në këtë rast, na tash jemi në muajin e madhërisëm të Ramazanit. Zoti e përshkruan në Kur'an ajetet apo versetet në Kur'an që kanë të bëjnë me agjerimin. Edhe shumë interesant thot, o ju besimtar, ju është bërë juve obligim muaj I madhërisëm I Ramazanit, ashtu siç është bërë obligim popujve të mëhershëm.